Në kuadër të aktiviteteve bamirëse dhe humanitare të muajit të bekat të Ramazanit, Myftënia e Shkodër ka shpërndar 105 pakë ushqimore për anëtarët e shoqatës së tetraplegjikëve në Shkodër. Ky aktivitet kishte për qëllim mbështetjen e familjes në nevojë dhe të përcjellë frymin e solidaritetit dhe kujdes për njëri tjetrin që e karakterizon këtë muaj të bamirësisë. Teologu Ervil Kuçi theksoi rëndësinë e solidaritetit dhe ndihmës ndaj atyre që kanë më shumë nevojë, sidomos gjatë muajit të Ramazanit, duke e cilësuar këtë si një nga vlerat më të bukura të besimit dhe fesë islame. Ramazani i vitit 2026, Myftënia e Shkodër ka marrë në dorëzim një kontingjent për 107 pakush ushqimore për familjet në nevojë, të cilat do të shpërndahen 105 prej tyre për këtyre 107 pakove do të shpërndahen në familjet në nevojë në kategorinë e të smurve paratetraplegjik të degës Shkodër. Sigurisht që shpërndami do të bëhet sot në koordinim edhe me drejtorin e shoqatës së paratetraplegjikëve, zotin Sajmir Beqiri, sipas emrave të listave që ata kanë të disponueshme në shoqatën e tyre. Në krye të herës, unë dua të falenderoj donatorët të cilët në mënyrë të përvitshme mundsojnë një sasi të konsiderueshme pakush ushqimore për qytetin e Shkodrës, familjet e nevojtë të qytetit të Shkodrës. Një falënderim dhe mirënjohje të thellë nga Myftënia e Shkodrës edhe për drejtorin e shoqatës paratetraplegjike, zotin Samir Beqiri, gjithashtu një mirënjohje edhe për stafin e tij të mrekullueshëm, të cilët jo vetëm në Ramazan, por gjatë gjithë vitit ata bën një punë tepër të mrekullueshme, tepër të madhe, duke janë në ndihmë familjeve në nevojë, sidomos në kategorisë të paratetraplegjikëve në degës Shkodër. Myftënia e Shkodër vijon edhe gjatë këtij Ramazanit të jetë pranë familjeve dhe shtresë nevojë, duke organizuar aktivitete dhe nisma humanitare që synojnë të lehtësojnë sadopak vështirësitë e familjeve në nevojë dhe të forcojnë frymin e solidaritetit mes njëri tjetrit.